Ka thënë Rasulullah alayhi salam kur të hinë 10 ditë e para të muajit Dhul Hijja, edhe dikush për juve e ka bë niyet me therr kurban, atëherë të mos i pret thojt e tina, të mos i shkurtoj flokët e tina, jo me hjek prej lkurës tina. Këta e ka ndalu Rasuli alayhi salam, por ata i cili veç e ka një kurban, e ka ble, ose e ka bë niyet me therr kurban, atëre mos të merr prej thojve tina, mos i prejnë thojt, mos i prejnë flokët. Do me thonë tash për neve, në qofë se ti e ke bë niyet me prej kurban, atëre prej nesër, si të praron dielli, ditën e martë, si të praron dielli anena, ose u a preferoj sot, ose nesër në mëngjes, për siguri i pret thojt, edhe i pret flokët, edhe deri të prejsh kurbanin, në mos i prej ma thojt, e as mos i prek ma flokët. Edhe në qofë se donë me prej thojt, prej sot, ose nesër, edhe ma deri të prejet kurbani, mos i prej thojt. Kështu ka thonë Muhamedi alayhi salam. Tash, une e di që ka njerës që thojnë ban, me gjithat ban me i prej thojt. Une kështu nuk di o musliman, une di veç me të kalzu që hadithi të cilin po të kalzoj tash, është i vërtet, është në librat më të vërtetat haditheve. Këta e din musliman. Tash dikush ka mundësi me thonë, po me gjithat lejohet, me këta në s'kan baj. E jamja është më munu me të kalzu që ka thonë Muhamedi alayhi salam, edhe ku shkoj ditën e gjykimit, nëse në vetë Allahu azza wa jall çau i ka thonë robët mi, tham, ju kum thonë ato që e kum lezu, që ka thonë Rasuli jët. Kaq alayhi salam. Tash pyetje, në qofë se dikush i pret thojt, me gjithat, e ka një këta, që ka pëthojmë tash, me gjithat i ka prej thojt, edhe ka therë kurban, ose i ka prej flokët, edhe ka therë kurban, çka është puna kurbanit tina? Kurbanit tina është në rregull, kurbanit tina është në rregull, veçse ky e ka thy këtë rregull të Rasulit alayhi salam. Pyetja tjetër, ti për shembull e ke bë men me therë një kurban, por veti, edhe ke bë men që në shpërblim me shti edhe familjarët e tu, a do të është veç ti, i cili e ke bë niyet, apo krejt familjarët e tu? Jo, vetëm ti. Por shkak se Rasulullah a.s. ka therë kurban për vete edhe në shpërblim, na ka shti krejt umetin e Muhamedit a.s. Mirë po nuk i ka urdhru umetin e tina mos me i prej thojt. E qartë? Do me thënë, vetëm ai, në qofë se ti e ke bë niyet me therë kurban, atëre ti nuk i pret thojt, edhe nuk i pret flokët deri të therët kurbani. Edhe njerë po tham, hadithin të cilin po tham, është i vërtet. E në qofë se ta është ty të thët dikush me gjithat po ban, atëre ai ty të ka në qafë ditën e gjykimit. Kjo është e jamja me të kalzu kështu, më mundu me të kalzu qartë, më mundu me të kalzu thjesht, por ata ta preferoj sot, ose nesër prej thojt, mos e prit momentin e fundit, por shkak se si të hin hana e muajit Dhul Hijja deri të prejet kurbani, nuk ban ma me prej flokët, e as nuk ban me prej thojt. E lusëm Allah në azvizhem në një mu gjithmonë.